10 gjërat që po të pengojnë të ecësh përpara në jetë, vepro tani që t'i largosh. Nëse e ndjen që jeta jote nuk po shkon ashtu siç dëshiron, ndoshta nuk je i lumtur, nuk ndihesh i plotësuar, apo se sheh përparimin që meriton, ka shumë mundësi që disa bariera të padukshme po të mbajnë pas. Shumica e njerëzve nuk arrin të identifikojnë këto pengesa. Ato bëhen të zakonshme, një pjesë e rutinës, derisa përfundimisht kthehen në more që të ndajnë nga ëndrat e tua. Ky tekst është një thirrje për veprim, një udhëzues i hapur dhe i ndershëm që do të ndihmojë të shohësh këto pengesa për atë që janë dhe të fillosh t'i largosh sot. Shkruaj në një letër ose në një fletore për secilën prej tyre. Reflekto. Pyet veten me ndershmëri, apo e lejoj këtë gjë të më mbaj peng? Më pas, merr guximin të veprosh. Sepse askush nuk do të vijë të shpëtoj përveç vetes tënde. 1. Frika nga dështimi, çfarë është? Frika nga dështimi është ajo ndjesia që të paralizon sa herë mendon të provosh diçka të re. Është zëri në kokën tënde që thot, po sikur të mos funksionoj, po sikur të qeshin me mua, po sikur të turpërohem. Pse të pengon? Sepse frika të bën të mos veprosh. Të mbash idetë e tua të mbyllura në sirtar. Të qëndrosh në zonën e rehatisë. Duke parë si të tjerët ecin përpara, ndërsa ti ngelesh në vend, si ta largosh. Kuptoj që dështimi është pjesë e suksesit. Çdo njeri i madh ka dështuar më shumë se sa ka fituar. Pyet veten, çfarë është më e keqe, të dështoj apo të mos përpiqem kurrë? Ndaje një qëllim të madh në hapa të vegjël. Nëse ke frikë të nisësh biznes, fillo duke bërë një projekt të vogël pilot, shkruaj 3 përfitime që do marrësh edhe nëse dështimi ndodh, mësim, forcim karakteri, eksperiencë, vepro tani, merr një hap të vogël sot drejt asaj që ke frikë. Telefoni një kontakt, regjistro një domain, aplikoni diku. Frika zhduket kur e shikon në sy. 2. Mendimi i tepërt se çfarë mendojnë të tjerët, çfarë është? Kur jeton për të kënaqur të tjerët duke u përpjekur që gjithmonë të miratojnë dhe të pëlqejnë, përfundon duke humbur veten. Pse të pengon? Sepse nuk mund t'i kënaqësh të gjithë. Dhe duke u përpjekur ta bësh këtë, nuk ndjek rrugën tënde. Përfundon duke bërë punë që s'të përmbushin, duke zgjedhur partnerë që s'të përshtaten, duke humbur kohë me njerëz që s'të vlejnë. Si ta largosh? Kupto që shumicës e njerëzve nuk u intereson aq shumë për ty sa mendon. Shkruaj prioritetet e tua. A përputhen ato me ato që pret shoqëria? Pyet veten, nëse askush nuk do më gjykonte, çfarë do bëja ndryshe? Lexo libra rreth autenticitetit. The Courage to be Disliked është një burim i jashtëzakonshëm. Vepro tani, bëj një gjë sot që e do vetëm sepse ty të bën të lumtur, pa u shqetësuar çfarë do thonë të tjerët. 3. Arsyetimet dhe shtyrja e veprimit, prokrastinimi, çfarë është? Shtyrja e gjërave për më vonë. Gjetja e justifikimeve të arsyeshme pse sot nuk është dita e duhur. Pse të pengon? Sepse koha nuk pret. Dhe kur prokrastinon, jo vetëm që nuk ecën përpara, por fillon të humbësh besimin tek vetja. Si ta largosh? Zbërthe detyrat e mëdha në hapa të vegjël. Vendos një afat konkret me data, përfshi dikë që të mbaj përgjegjës, accountability partner, përdor teknikën Pomodoro, 25 minuta fokus, 5 minuta pushim, vepro tani. Zgjidh një detyrë që ke shtyrë prej kohësh dhe bëje sot për 30 minuta. 4. Mjedisi i gabuari dhe shoqëria negative, çfarë është? Njerëzit përreth teje që të kritikojnë vazhdimisht, të tërheqin poshtë, ose që nuk e kuptojnë vizionin tënd. Pse të pengon? Sepse energjia e tyre e dobët infekton mendjen tënde. Ti bëhesh mesatarja e 5 njerëzve me të cilët kalon më shumë kohë. Si ta largosh? Vlerëso marrëdhëniet e tua një nga një. Shkruaj emrat e 5 njerëzve më të afërt, pyet veten, a më shtyjnë ata përpara apo më mbajnë pas? Fillimisht vendos kufi emocional.
Më pas, nëse duhet distancohu, fillo të kërkosh njerëz me të njëjtat vlera dhe ambicie. Vepro tani, kontakto një person frymëzues që e respekton dhe kërko një kafe, një telefonat ose një këshill. 5. Mungesa e vetëdisiplinës, çfarë është? Dëshira për të pasur sukses, por pa sakrifikuar komoditetin, pa strukturuar kohën, pa kontrolluar zakonet e tua. Pse të pengon? Sepse çdo ëndër kërkon që ti të jesh zot i vetes. Pa disiplinë, gjithçka mbetet ide, si ta largosh. Ngri më herët në mëngjes, planifiko ditën çdo mbrëmje, vendos kufi për përdorimin e rrjeteve sociale, bëj gjërat edhe kur nuk të vjen, vepro tani, zgjidh një zakon të keq dhe zotoju të mos e bësh për 30 ditë. 6. Viktimizimi dhe vetkeqardhja, çfarë është? Të mendosh se je gjithmonë viktime e fatit, e të tjerëve, e rrethanave. Pse të pengon? Sepse të heq fuqinë. Sa kohë mendon që gjithçka ndodh tek ty, jo për shkakun tënd, nuk do bësh asgjë për ta ndryshuar. Si ta largosh? Ndrysho fjalorin tënd. Hiq pse unë? Dhe vendos çfarë mund të mësoj. Merr përgjegjësi 100 për jetën tënde. Kujto, je më shumë se e kaluara jote, vepro tani, identifiko një zonë ku po e luan viktimën. Ndrysho këndvështrimin sot, lexoje me kujdes dhe ndalo aty ku ndihesh i thirrur për të reflektuar. Ky është materiali yt, merr prej tij çfarë të duhet, riktheu tek ai kur të biesh poshtë dhe të duhet forcë. 7. Mungesa e qartësisë dhe vizionit, çfarë është? Kur nuk di saktësisht ku po shkon. Kur dita kalon pas dite, por pa ndonjë qëllim të madh që të japë drejtim dhe energji. Shumë njerëz thonë dua më shumë, por nuk din çfarë saktësisht. Pse të pengon? Sepse pa vizion, humb motivimin. Mungesa e qartësisë kthehet në një mjegull ku përfundon duke bërë çfarë të sjell dita. Jo çfarë ke zgjedhur ti, dhe kjo është mënyra më e sigurt për të humbur vite. Si ta largosh? Ulu në qetësi me një fletore. Shkruaj, si e imagjinoj jetën time ideale pas 5 vitesh. Përshkruaj çdo detaj, ku jeton, çfarë pune bën, si ndihesh, me kë je rrethuar. Shkruaj 3 objektiva madhor për këtë vit që të afrojnë atje. Rikujto vizionin çdo ditë, bëje pjesë të realitetit tënd. Vepro tani. Merr 30 minuta pa shpërqendrime dhe shkruaj vizionin tënd. Fillon të marrë formë që sot. 8. Mungesa e besimit në vetvete, çfarë është? Ajo zëri i brendshëm që thot nuk je mjaftueshëm i Zoti, s'do t'ja dalësh. Kush je ti për të bërë diçka kaq të madhe? Pse të pengon? Sepse çfarë beson për veten, e bën realitet. Nëse mendon se s'mundesh, nuk do përpiqesh. Dhe mungesa e përpjekjes do vërtetoj dyshimet e tua. Ky është cikli i vetëshkatërimit. Si ta largosh? Kuptoj që askush nuk ka lindur me besim absolut. Ai ndërtohet me veprim. Kujtoje sukseset e vogla që ke pasur, bëj një listë fitoreve të tua, përsërit autosuggestion pozitiv, unë kam aftësi. Unë jam i denjë. Unë do t'ja dal. Kërko mbështetje tek njerëz që të shohin me sy dashurie e vlerësimi. Vepro tani, shkruaj 5 gjëra për të cilat je krenar për veten, edhe ato më të vogla. Vazhdo t'i shtosh listës çdo javë. 9. Zakone të dëmshme dhe mungesa e kujdesit për veten, çfarë është? Përdorimi i tepërt i telefonit, ushqimi i pashëndetshëm, mungesa e gjumit, varësia nga pëlqimet në rrjete sociale, ose të tjera zakone që të rrëzojnë energjinë. Pse të pengon? Sepse trupi dhe mendja janë baza. Nëse trupi yt është i lodhur, i rënduar, i sëmur, nuk do kesh fuqinë e fokusin për të ndjekur ëndrat. Si ta largosh? Zgjidh një zakon të vetëm që e di që të dëmton më shumë. Për shembull, ha shumë ushqim të përpunuar, kaloj 4 orë në TikTok, fle vetëm 5 orë, vendos një rregull të ri. Të qartë dhe të matshëm, monitoro progresin çdo ditë, jep vetes një shpërblim kur e përmbush. Vepro tani, vendos një rregull për 7 ditët e ardhshme. PSH, s'do prek telefonin 1 orë para gjumit. 10. Mungesa e mirënjohjes, çfarë është?
kur fokusohemi vetëm tek çfarë nuk kemi, çfarë nuk po ecën, tek të metat dhe mangësitë tona. Harrojmë të vlerësojmë gjithçka që jemi, që kemi dhe që kemi arritur. Pse të pengon? Sepse kur jeton në mungesë, truri yt sheh vetëm probleme. E humbet besimin dhe gëzimin e rrugës. Nuk sheh bollkun, as mundësitë, si ta largosh. Çdo mëngjes shkruaj 3 gjëra për të cilat je mirënjohës. Çdo mbrëmje kujto një moment të ditës që të solli gëzim, përqendrohu te progresi, jo vetëm tek destinacioni. Jep diçka nga vetja për të ndihmuar dikë tjetër. Mirënjohja rritet kur kontribuon. Vepro tani, hape një fletore dhe shkruaj: Unë jam mirënjohës për. Dhe vazhdo me 5 pika, mbyllja. Thirrja e fundit për veprim. Nëse ke lexuar deri këtu, diçka brenda teje e di që meriton më shumë nga jeta, e di që ke potencial, e di që ka një version tëndin që pret të lindë. Por ky version nuk do dal vetë në drilë. Ai ka nevojë që ti të bësh zgjedhjen më të rëndësishme të jetës, të veprosh, mos e shty më. Mos prit kohën e duhur, mos prit motivimin që të vijë nga jashtë, sepse të gjitha fillojnë me një vendim, të mos lejoj më këto 10 gjëra të më mbajnë peng. Nëse do, mund të kthehesh te ky tekst çdo javë. Mund të zgjedhësh një pengesë për t'u përballur. Mund të ndërtosh disiplinë, të përqafosh vizionin, të mbjellësh besim, por mos u dorëzo kurrë, sepse një ditë do shohësh pas dhe do kuptosh që ky moment, ky vendim i sotëm, ishte pika e kthesës që ndryshoi gjithçka. Ti mundesh. Ti meriton. Ti je gati.